Jemi rikthyer në studio dhe në këtë moment do të ndjekim një material për të parë pak se si kanë ndryshuar trendet e mobilimit. Trendet e mobilimit të pronave kanë pësuar ndryshime të konsiderueshme gjatë viteve të ndikuara nga faktorë të tillë si avancimet teknologjike, ndryshimet në stilin e jetesës, kërkesat për qëndrueshmëri dhe preferencat e brezave të ndryshëm. Arkitektja Kilda Markja na jep një panoramë më të qartë nisur nga ajo që prek çdo ditë në terren. Ka ndryshuar shumë, kemi pësuar një ndryshim galopant. Më përpara as nuk bëheshte fjalë për arkitekturë, po të mendojmë para shumë vitesh nuk kishte familjar i cili mendonte që do merrte një arkitekt i cili do t'i arredonte, do t'i stilizonte mënyrën e jetesës, cilësinë e jetesës në pronën e tij. Ndërsa sot bëhet fjalë që personat investojnë në këtë fushë, janë të vëmendshëm, madje të informuar, kanë dëshirat, kanë preferencat e tyre, kështu që ka lëvizur jashtë masë arkitektura. Po flasim për një arkitekturë moderne, me lëvizje nga ana e teknologjisë, vjen me shumë shërbime të reja, me materiale të reja, me ide të reja inovative që lëvizin nga viti në vit. Kështu që mund të flasim për një lëvizje e cila tashmë është bërë kryefjalë. Në fokus është edhe teknologjia e integruar në shtëpi. Instalimet smart home për shumë, ose instalimet toksore, të cilat janë të gjitha inovative. Ose ndriçimi i enkas, po, kjo kërkohet jashtë masë mobilimit. Elektroshtëpiakët, kuzhina është një zonë e cila merr një kosto goxha të konsiderueshme. Ajo ka një vlerë gati 40% e vlerës së shtëpisë, të buxhetit. Pra hisjet janë shtrenjtuar, kanë avancuar, brendet e ndryshme punojnë vit pas viti që ato të përmirësohen dhe t'i përshtaten kërkesave të klientëve. Sot ne kemi stile të cilat shqiptarët janë njerëz që përqejnë të bukurën, stilin modern, stilin minimalist. Unë vërej që ka dhe një thirrje të brendshme të stilit tradicional. E shikoj në hoteleri, e shikoj në bare, e shikoj dhe në shtëpia, në B&B. Por i kthehemi. Tek tradicionale. Në simbolet tona të qilimit, në simbolet e emblemave të ndryshme që kemi, të shqiponjës, e stilizuar, duket mjaft bukur. Por sa shkojnë kostot e mobilimit? Konkretisht 120 metër katror do të fillonte mobilimi për mua, një mobilim arredim cilësor, flasim mbi 40.000 euro e sipër. Pra, duke filluar startuar në një 40.000 eurosh, do ishte mjaftueshme për të bërë ato gjërat bazike. Pastaj nëse do kërkojmë gjëra të personalizuara, pra preferencat shtohen duke futur gjëra më specifike, atëherë rritet kosto. Pastaj janë dhe instalimet të cilat ndikojnë menjëherë në rritjen e kostos në tërësi. Këto trende reflektojnë një ndryshim drejt një qasje më të ndërgjegjshme, të personalizuar dhe teknologjike ndaj mobilimit të pronave, duke përshtatur nevojat dhe preferencat e njerëzve në një botë në evolucion. Të nderuar teleshikues, këtu kemi ardhur në fund të këtij emisioni bashkë me ProBusiness. Shihemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 16:05. Mirupafshim.